E ta është të dashur me që jemi përsëri bashkë në studio dhe si çdo herë tjetër që e theksoj, emisioni Mëngjesit karakterizohet si emision që trajton tema të ndryshme. Nga roli i mamive, tash do të kalojmë në një temë tjetër që është po ashtu mjaft shqetësuese për qytetarët, mjaft me interes, e që është ekonomia në vend dhe inflacioni, qysh po e përballojnë qytetarët inflacionin, çka po bëjnë me rritjen e çmimit, çka po ndodh me pagat në vend, e gjitha këto do t'i diskutojmë me profesionistin në studio, ekonomistin Zotrin Jakub Bellaqa. Mirë mëngjese, mirë se na keni ardhur. Mirë mëngjese, përshëndetje pa audiencën e KTV-s për televizionin më të shikuar në Kosovë. Është kënaqësi që ju kemi këtu. Atëherë Zotri Bellaqa, flasim çush po e shihni ju ekonominë në vend, situatën që është dhe çka mendoni që ka ndiku tash me qenë në këtë situatë dhe me pas këtu lëvizje të çmimeve edhe si vjet. Situata geopolitike globale, dhe me thënë konflikti në lindjen e mesme, që si faktori jashtëm që ka ndikuar edhe në situatën globale geoekonomike, ku reflektohet në mënyrë direkte dhe rrjedhëmisht edhe në ekonominë e Kosovës, sepse ne jemi ekonomi e ndërvarur, e mvarë ma shumë prej konsumit, diku në 80%, gjithashtu edhe inflacione e gjitha këto janë importuar nga niveli ndërkombëtar, mirë po kuptohet që edhe ndikohet nga faktorët e brendshëm, sigurisht zgjedhje pas zgjedhje duke shkuar, ka ndikuar edhe jo stabiliteti politik që ndikon në jo stabilitetin ekonomik, por inflacioni është si rrjedhoi edhe nga koha e pandemisë dihet, pastaj lufta në Ukrainë si faktorët jashtëm, gjithashtu edhe në vitet fundit edhe faktorët e brendshëm, mos formimi i institucioneve, qoftë i qeverisë, qoftë i kuvendit, faktori energjetik që ka ndikuar. Sa herë që është ngritur çmimi i rrymës, zakonisht ka ndikuar në zinxhirin furnizues, ku çmimet elementare bazike, jo elastike, që ka ndikuar që të ngriten për çdo ditë, që ka dëmtuar dhe ka zvogëluar fuqinë mbledhëse për jetën e ekonomive familjare të konsumatorit, po edhe sigurisht që edhe bizneset e vogla të mesme ka ndikuar më shumë të ato prodhuese, proponuese dhe tregtare që të vështirësoj sepse i ka arritur koston operacionale të prodhimit dhe të proponimit dhe ato tregtare, gjithashtu ato shërbyese që ka ndikuar në rrjedhat të ekonomisë në mënyrë direkte me terma real ekonomik po të shprehim kushtimisht. Ju përmendët shumë faktorë, si faktorë të jashtë vendit, duke marrë parasysh luftën edhe situatën që ndodh në botë, po ashtu edhe në anën tjetër edhe situatën ngërçën politik këtu në vend. Sa mendoni që kanë të lehtë qytetarët me gjitha këto, sa një rritja e çmimit të energjisë elektrike, po ashtu për bizneset dalja në treg të hapur. Pastaj tutje kemi edhe rritjen e çmimit të derivatave, që ka ndikuar drejt për drejt edhe tek ato të cilat i konsumojmë tek pjesa e produkteve ndoshta më bazike. Po është e vërtetë që ka kontribuar edhe hapja në tregun e lirë, domethënë për bizneset, domethënë mbi 50 punëtorë dhe me qarkullim mbi 10 milionerëve që ka ndikuar. Kuptohet që dhe nën kuptohet që në Kosovë realisht ka pas monopol, ta ende ka monopol të energjisë elektrike, sepse ku të shpreh monopol me terme reale ekonomike, realisht të ketë si në këtë rast i vetëm i shpërndarës i rrymës që ka pas monopol, ndërsa diku 22 operatorë të cilët ka qenë licencuar, thjesht kanë dështuar në kontrata edhe realisht diku kanë ndodhur 1 muaj deri në 2 muaj, s'kan pas kapacitetet që furnizojnë ato biznese. Dhe me thënë kriteri ka ndikuar, edhe ndoshta edhe jam i bindur që edhe mos promovimi në kohën e duhur, ka që ndoshta paraprakisht që të promovohet, të krijohet një promovim, një publicitet që të përgatiten për fazën e parë, dhe me thënë pastaj me kaluar në fazën e daljes në tregun e lirë, mënyrë sepse tregu i lirë është i mirë se ardha edhe jenë për treg të lirë, mirë po një formë mënyrë duhet krijohet para kushte dhe kushte, mënyrë që mos dështojnë bizneset, sepse ata janë arterja e zhvillimit ekonomik, ata kontribuojnë gjithashtu edhe në buxhetin e Kosovës, realisht, të cilët qoftë sektori publik në vërtet, gjithashtu edhe gjitha sektorës, qoftë shëndetësia, qoftë instrumentet e sigurisë, arsimit, gjitha
sektore tjerë të cilët në varet prej bugjetit Kosovë, mirë po edhe mërqenja ekonomike dhe sociale qytetare Kosovës, sepse kategoritë pensionale, kategoritë sociale, dhe me thënë, që janë kategoritë më të ndihshme me tyre më të ulta realisht në varen. Mirë po, se përket edhe faktorës që i seka, në mënyrë të më zgjeruar, unë kam qenë idhëtar dhe jam idhëtar që ligji për çmimet tavan, më herët ka deshtuar, kuptohet që kanë qenë kushtetuese mirë, po tash është miratuar shpejtësoj që praktikisht jetësohet, sepse vendet e rajonit qoftë Maqedonia, qoftë Kroacia, Bosnia, apo vendet e Bashkimit Evropian, gjithë e kanë çmim. Këto gjëra duhet të rregullohen me ligj, realisht aty ne kontrollohet marrja e fitimit, nuk caktohen çmimet realisht, siç po ndëgjoj në disa çështje të caktuara, mendoj që nuk është logjik ekonomike, as nuk është ekonomia e lirë e tregut, ato çka ndëgjoj, po nuk duhet të shohen nëse gjëra mirë, po këto shpresoj sa më shpejt që të jetësohen praktike, ta kanë efektin e vetë, mënyrë që çmimet mos të ngritën, sepse ka pas dallime shumë të mëdha në çmimet. Për të njëjtin produkt ka pas një marzh, për shembull, diferencë çmim ka pas shumë të lartë. Në këtë rast, marzha fitimit normal që duhet të jetë siç përcaktuar normat ekonomike, qoftë prodhimit, qoftë kriteri sipas kostos direktes, qoftë apo çmimet tregtare, jo të ketë marzhë të fitimit për shembull për të njëjtin produkt apo produkte të ndryshme dikon 70%, 100% apo më shumë, marzha të jetë sipas kostos mesatares apo sipas mesataret kriterieve sipas standardeve Bashkimit Evropian edhe të caktuar me kriteret ekonomike. Vani, jo të caktohen çmimet ad hoc aty për aty edhe thjesht i ka vështirësuar jetën e qytetarëve, sidomos për kategoritë me tyra të ulta, kategoritë si pensionale, kategoritë sociale, po të punësuar në sektorin privat, gjithashtu edhe sektorin publik që ka. Me këtë situatë, me këto çmime dhe me pagat në vend, mendoni që është bërë një dallim edhe më i dukshëm mes shtresave të shoqërisë, edhe cila shtresë po varfërohet më shumë edhe apo ka dallim ndoshta prej shtresës tjetër. Ju i përmendët disa kategori të cilat patjetër e dim në situatën më të vështirë që janë, po çka në përgjithësi? Po, është realisht që ka dallim, realisht si në sektorin publik ashtu me sektorin privat, mirë po inflacioni për çdo muaj është duke rritur, sipas publikimit fundit për shembull 6.7% për ASK-s, krahasim me vitin e kaluar, është që domethënë inflacioni më i lartë se çdo herë, kjo e dobëson fuqinë blerëse të qytetarëve, të ekonomive familjare, të konsumatorit, po edhe të biznesit, sepse i rritë koston e të bërit biznes. Në këtë rast, shtresa mesme po thuaj që është zvogluar, mos them që s'ekziston fare, sepse shtresa mesme, nëse rritet shtresa mesme, realisht ajo mban edhe shtetin edhe shoqërinë. Në këtë rast, siç e thënë më herët, zgjedhje pas zgjedhje, mos integrimit politik dhe mos krijimit e imagjinatës sociologjike dhe integrimit sociologjik të spektrit politik ka ndikuar që të reflektohet ekonomisë, sepse ekonomia me politike janë të ndërlidhur, si motra me vllau, kushtimisht po shprehna, në mënyrë më figurative, në këtë rast ka ndikuar edhe ka psuar më shumë qytetarë, por më shumë të kategoritë me tyra të ulta, po dhe kategoritë me tyra të mesme, por reflektuar edhe në aspektin ekonomik në përgjithësi, sepse inflacioni ka bot vetën, inflacioni flet më shumë, është i dukshëm, më i lartë si në rajon, edhe më i lartë si në vendet Bashkimit Evropian, ndërsa pagat shkon disa vite nuk ngritën qoftë sektorin privat ashtu në sektorin publik. Kjo është e ndihshëm. Në këtë rast do duhet të ketë politika mbështetëse, në këtë rast aq sa ka inflacion, në mënyrë që të subvencionohen nga shteti, nga domethënë për gjitha ato kategori që janë më të rrezikuar. Mirë, po është një dukuri shqetësuese. Në diku diçka të ngjashme e patëm tash në fund të vitit, por se të shoh sa i përket sektorit privat, ka pasur dallim, do po ashtu ka pasur edhe reagim nga sindikata e sektorit privat, sa i përket edhe pagës së 13. Po realisht sipas logjikës ekonomike, pagën i jep punëdhënësi me punëtor, ai që ka lidh kontroll. Për shembull, këtë rast shërbes civil, paga 13 ka qenë shumë e mirë se ardhur. Unë i referohen
sipas logjikës ekonomike, çdo rritje ekonomike unë e përshëndes. Çdo mos rritje ekonomike, çdo zvogëlim ekonomik në këtë rast nuk e përshëndes, nuk është e mirë realisht. Nuk i jap konotacion politik apo reflektime politike. Realisht kjo ka qenë mirë se orë, sa do pak e ka zbut situatën, sepse është rrit fuqia blerëse, o rrit qarkullimi në treg i mjetëve monetare apo parose, realisht ka pas, qoftë bizneset ka pas shitje, edhe kuptohet dhe blerë ka pas ka ndiku, dhe më thënë agregatet ekonomike në këtë rast, forca, ofertës dhe kërkesës shorrit, dhe është ekuilibruar në këtë rast dhe realisht me rritin e shitjes dhe me rritin e blerës të veshë është si që e pagun konsumatori i fundit, të veshë shkon direkt në orën e shtetit, është rritur buxheti, kjo është që duhet me përshëndet në këtë rast. Mirë po është ndihshme që edhe në sektorin privat thjesht si ma zdojnë, gjdoj trejti punëtor në për biznes, realisht nuk ka kontrat apo ka informalitet. O shqetësues në Kosovë që në sektorin privat ka informalitet madhë, ma herët si pas zonë e zyrtore dikun 35% informalitetin në Kosovë. Kjo është ndihshme, pëson buxheti i Kosovës, pëson gjitha sektorët e ekonomisë, dhe me thënë në aspektin privat dhe në ekonominë publike, për një ekonomi të vogël, të ndihshme, me një brutto produkt ma të vogël ende në rajon, me një status në zhvillim jo të zhvilluar, është të ndihshme. Dhe për një ekonomi që dikun 80% importohet, gjitha produktet elementare, bazike, jo elastike, gjithashtu lëndë para, pajisjet, mekanizma tjerë, thjesht është të ndihshme, është të shqetësues në Kosovë që do duhet, mendoj që do duhet rritur prodhimi i brendshëm, me rritjen e prodhimit të brendshëm rritet dhe eksporti. Në këtë rast derisa ka shumë import, vetë fakti që në vitin e kaluar mbi 7 miliardë euro që janë importuar, ndërsa janë eksportuar 923 milionë euro, kjo është një disbalancë. Po a do të shtys edhe për këtë pjesë të prodhimtarisë, nëse po flasim shembull për bujqësi, blegtori, diçka me të cilat edhe Kosova mund të njihet, apo ndoshta edhe një kohë më gjatë operane, po ashtu ka pas edhe më tepër të hyra aksesoji. Tash ka rënë pak situata edhe qytetarët duan ndoshta zgjedhin një punë tjetër, ndoshta dalin edhe jashtë, kemi parë edhe nga fusha të tjera, jo vetëm, nuk po flasim vetëm tek bujqësia, po për shembull edhe infermierët. Çka duhet bëj shteti në këtë rast? Ku është roli i institucioneve? Në këtë rast, sa i përket temës së bujqësisë, realisht mjetet buxhetore 77 milionerë, mbi 77 milionerë që ndo ma shumë se çdo vit për bujqësi, kjo është mirë se ardhë, dhe me thënë, mbështetje me subvencione është rritë edhe shpresoj që të implementohet edhe praktikisht më shumë, me rritjen e prodhimeve bujqësore, realisht dhe me përpunimin e këtyre produkte bujqësore, realisht edhe që ndikon direkt në rritjen e ushqimit nga prodhimet vendore, sepse tek ne është një diskrepancë, sepse produktet bujqësore vetëm në aspektin sezonal prodhohen, ndërsa në sezona tjera importohen realisht nga vendet e rajonit. Kjo është e ndihshme, do duhet të ketë politika industriale që ato produktet brendshme të cilat prodhohen në Kosovë, realisht edhe të përpunohet. Realisht Kosova ka tokë të begatshme, ka produktive, thjeshte punohet vetëm 54% si mas dhënëve të statistikore, kështu që do duhet rritën dhe me thënë punimi i tokës, sepse prodhon direkt ushqimin e brendshme edhe prodhimin. Në momentin që kemi produktet në brendshme, kemi çmimet të prodhimit, sepse ka disa lloje të çmimeve. Nëse ka prodhim në brendshëm më shumë, kemi çmimet të prodhimit e janë çmime shumë të ulta. Edhe joshse janë edhe të tashtëshëm. Në këtë rast shumë produkte realisht që importojmë, ato nuk kemë çmimet të prodhimit, po kemë çmimet tregtare, e çmimet tregtare realisht shiten për shembull produktet me çmim tregtar ndërkombëtar, është e papërballueshëm për qytetarën edhe importi, inflacionit nga jashtë, realisht e ka bot vetën edhe për çdo ditë më shumë. Me rritjen e prodhimit në brendshëm, po për më rrit prodhimin në brendshëm duhet të subvencionohet shteti me politika stimuluese, me dhënë subvencione gjithashtu
si prodhuesve të brendshëm, gjithashtu edhe eksportuesve, ashtu me politika të qarta, produktive, mënyrë që të zvoglohet disbalansi dhe të rritet eksportin. Një ekonomi është të qëndrueshme dhe zhvillimore vetëm nëse rritet prodhimi i brendshëm dhe realisht eksporti është më i madh se sa importi. Në këtë rast do duhet gradualisht që të rritet eksporti, zvoglohet importi, që siguron një stabilitet ekonomik, një mirëqenie ekonomike, sociale, afatmesme dhe afatgjata, gjithashtu dhe një qëndrueshmëri në punësim, punësuar qoftë sektorin publik, qoftë sektorin private. Realisht unë sipas teorisë më të avancuar bashkëkohore ekonomike, një vend zhvillohet ku ka shtim ekonomik, jo zhvillim ekonomik, sepse zhvillimi ekonomik është bruto, ndërsa shtimi ekonomik është një zhvillim cilësor. Neve na duhet një zhvillim cilësor që të krijohet një mirëqenie cilësore në këtë aspekt, të rritet, domethënë, mirëqenie ekonomike dhe sociale për kategoritë, domethënë qoftë pensionalet me mbështetje sociale, po gjithë punësuarit realisht, sepse në sektorin privat tregu i punës se rregullon vetveten, e mirë, po realisht sipas kam qenë idhëtar dhe mendoj që kontrata kolektive duhet më implementu, se është nënshkruar disa herë, por nuk është implementu, ose është implementu shumë pjesërisht, aty janë beneficionet çdo të punësuarit. Ato beneficione duhet që për më implementu duhet mekanizme implementuese që të implementohet kjo kontratë e punëtorët, domethënë 33 mos ikin nga Kosova, sepse këtu shkollohen, ndërsa dhe përgatiten profesionalisht, ndërsa i eksportojmë jashtë vendit, për arsye sepse nuk i krijojmë para kushte dhe kushte që në Kosovë të punojnë dhe të jetojnë dhe të krijojnë familje. Kjo është e ndihshme. Në këtë rast duhet të kemi politika të qarta të punësimit, edhe të implementohet kontrata kolektive dhe në praktikë që të ketë efektet e veta, jo është edhe për çdo të punësuar dhe të punësuara, edhe të rritet edhe mirëqenie ekonomike sociale dhe të krijohen një mirëqenie më arsyeshme, më favorshme, edhe të kanë besim tek institucionet 33 në Kosovë, edhe të kanë besim në vetveten që mos të nçojnë vendin, sepse fuqia punëtor, faktori njëri është faktori më i rëndësishëm për këtë faktorët të prodhimit, sepse kemi faktorë tjerë domethënë të prodhimit, mjetet të punës, objekti i punës, po fuqia, ndërmarrësia ndërsa fuqia punëtore është alfa omega, kapitali njerëzor, do duhet të jepet në rëndësi edhe të përgatitet më shumë profesionalisht, qoftë me trajnime, qoftë me një ritëm më të avancuar, me gjithashtu një ekonomi hecë përpara nëse ka një teknologji sa më bashkëkohore. Po ty referohem edhe për edhe Adam Smithis, po du me shet filozofin këtë aspekt para 200 vite, a e ka parashikuar që me një teknologji më bashkëkohore rritet edhe ekonomia. Në këtë rast, tash trendet bashkëkohore janë shumë zhvillimore, shumë dinamike, realisht nëse i kapëm sa më shpejt, realisht edhe ecin proceset ekonomike edhe ndërsa çmimet për çdo ditë që po ngritën, shteti duhet të intervenojë. Realisht unë kam përshëndet dhe mirë përshëndes se pakon prej 200 milionerësh, duhet me dhënë konnotacion politik, qoftë për bizneset e vogla të mesme ka qenë pako, edhe për gjitha kategoritë, qoftë sociale, po edhe kategori tjera. Bilim është të vënuar ka që ndashtë edhe më herët dhe shpresoj që të miratohet sa më shpejt në mënyrë që ajo është një pako anti-inflacion dhe me kësi veprime realisht zbutet situata, jo me dha ngjyrimi politika apo vija politike të ndryshme, kjo për qytetarin nuk duhet që ekonomia të politizohet, por ekonomia duhet të mbështetet, ekonomia dhe agenda ekonomike duhet të dominoj përpara agendës politike, sepse shtetet e vogla, po dhe shtetet e mëdha janë të fuqishëm vetëm nëse kanë një ekonomi funksionale. Në këtë rast për më pas ekonomi funksionale duhet të mbështetet ekonomia me politika të qarta, gjithashtu me politika fiskale, politika tatimore, më të favorshme për shembull, gjithashtu edhe politika të qëndrueshme, afatmesme dhe afatgjate,
në këtë rast me një stabilitet çmimeve, në këtë rast do duhet përpas qeverisë, institucione përgjithëse dhe Banka Qendrore ka në kodër detyra përgjithësive dhe një rol që do duhet të krijojë një stabilitet më të madh, makte për stabilitet çmimeve dhe në aspektet e tjera. Po, Zotri Bellaqa, faleminderit shumë për gjitha këto informata dhe faleminderit për kohën që këndoha me qenë pjesë e emisionit sot. Urojmë që herën tjetër të flasim për diçka më të mirë, ndoshta për zhvillimin ekonomik, jo për inflacionin edhe rritjen e çmimeve në vend. Shpresojmë që qetësohet situata politike, krijohet një stabilitet politik, sigurisht që ndikon në stabilitetin ekonomik, me politika të qarta, kreative, shpresojmë. Faleminderit të gjithashtu.